tani mendoj unë që pas se gjithmonë duhet zvendcohet dikush. Ky është një mini gysi i vogël ose një përgatitje që Ergyll Sagasi e kishte bërë për të ardhmen. Duhet të jetë i tillë. Sepse ky e mori vitin e kaluar këtë drejtim dhe e frenoi licencimin e basteve. Po ka një arsye pse ai e frenon një gjë të tillë. Sepse ai është pronar me 80% i një firme që quhet Pajsera Albania, e cila merret pikërisht me shërbimin e kontrollit të paras. Pra ky në këto moment është duke patur një monopol mbi paran kesh në Shqipëri, e cila është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme. Mirë po, si mund tjetë ky në këtë pozicion? Tani, ka një drejton në mënyrë private një institucion të pagesave elektronike dhe është shefi kësaj totalisht në kundërshtim me të gjithë ligjin dhe dispozitat ligjore në fuqi. Historitë e këtij janë të shumta dhe unë kam ndjekur, kam ndjekur një nga investigimet, një prej emisioneve më të mira në fakt që kemi në MCN, tek emisioni Kronos, i cili ka bërë një investigim shumë të hollësishëm. Që na çon në të tjera afera, do të thuash ti. Krijohet një lloj pazo, një tjetër panoram, tani e përfshirjes, së të pak njerëzve në parat kryesor që kanë qarkulluar të baktën. Të gjithë në atje, por lidhja që në fakt kam parë tek episodi i emisionit Kronos e çon këtë personazh në lidhje me shumë personazhe të tjerë të cilët të gjithë tani janë në një hetim të hollësishëm nga SPAK dhe me akuza jashtëzakonisht të rënda. Pra, këto kompani janë